Tregjet ndërkombëtare të naftës u shkundën që në fillim të javës. Dështimi i negociatave për paqe mes Shteteve të Bashkuara të Amerikës dhe Iranit në Islamabad të Pakistanit prodhoi kriza të reja në lindjet të mesme. Çmimet e naftës në bursa shkuan sërish në mbi $100 amerikan për fuqi, pasi javën e kaluar regjistruan rënje. Kontinenti evropian si shpëton dot pasojave të luftës. Është çështje që ka të bëjë e para me atë që po njohim si krizë globale të ekonomisë në përgjithësi, që është një preku me ne. Dhe besoj që është, më duket në informacion i tillë ekziston shënime të tilla që dikon mes 13-15 trilion dollar ka humbur bota me luftën në Iran. Ndërkohë në Kosovë 1 litër naftë po shitet deri në €1.84, kurse për benzinë €1.44 si kur të dielën. Këtu aplikohen masat e caktimit të çmimit ditor për derivate si dhe marzhe e fitimit. Por janë bërë disa javë që kur çmimet për naftë janë mbi €1.80 për litër. Është goditë çmimi i furnizimit me derivate të naftës, është goditë sektori vëllëmtarisë, është goditë infrastruktura, është goditë transporti, po mbi të gjitha rreziku më i madh është biznesi dhe agrobiznesi. Sipas njohuesit të gjeopolitikës Lutfi Bilali, dinamikat në lindje të mesme janë të paparashikueshme. Mendoj që do kemi një parcializim rreth asaj të shpresave që mund të kemi një zgjidhje të përhershme, që gjasat janë shumë të vogla, mund të kemi një situatë që të rikthehen prap luftimeve, dhe mundësia më e madhe është që do të kemi një paqe të brisht për kohë të gjatë. Eksperti Safet Gërxhaliu mbështet ndërhyrjet fiskale për ta menaxhuar situatën. Sipas tij, inflacioni vetëm se do të rritet. Prandaj besoj që është koha për veprime, sepse do të jemi të vonuar, dhe atë kur do të jemi të vonuar do të jetë shumë vështirë çfarë do strategjie dhe plani i hartuar që të implementohet. Qeveria në Kosovë është kritikuar për rol pasiv në menaxhimin e krizës. Zinxhiri i prodhimit në vend është ndikuar. Për këtë vit, qeveria synon lancimin e një pakoje prej €200 milion për t'ju ndihmuar kosovarëve.